Djath bri I pjekur në furrë me prosciutto crudo, mjalt dhe fara pishe. Do presi copë djath bri edhe do ta mbështjell me prosciutto. Shtrojmë fetat e prosciuttos. Paljosim. Do ta vendos në një tavë dhe do ta pjek në furrë të fortë në 250 gradë. Ndërkohë që djathi piqet, do skuq në këtë tigan disa fara pishe. Farat tani janë gati, kështu që shka, djathi tani është gati. Unë do ta spërkas me pak mjalt edhe fara pishe, ndërkohë që mund ta spërkasim dhe me ndonjë recel frutash edhe fruta të fata sipas preferencës.